Mirëmëngjes, të nderuar miq, pikë së pari njëherë dua t'ju uroj një ditë të bukur, një ditë pozitive dhe një ditë me energji fantastike. Doja ta nis sot këtë ditën, sot video do t'i kem pak më ndryshe, do të thënë jo nga studio, po do mundohem që t'jem sa më afër jush me ngjarjet më të fundit, me lajmet më të fundit, për arsyeën sepse më duhet të udhëtoj, por gjithmonë do t'jem pranë jush me informacione të cilat do të ndaj me ju. Sot dua të flas pak për Eglin. Egli ka ardhur me një formë ndryshe, ka ardhur me një energji shumë të bukur, ka ardhur me një pozitivitet shumë të bukur, një vajzë që lufton dukshëm në karrierën e saj dhe ka postuar këto fotografit në Instagramin e saj që po i shikoni, fotografit tepër tërheqëse. Më pëlqeu në intervistë një përgjigje që Egli bëri që tha: unë tha kam ndryshuar shumë në formën e natyrës time, në pozitivitetin tim, në energjinë time, dhe kam qenë krejtësisht gjë tjetër, jam bërë krejt gjë tjetër dhe kjo ndodh falë dashurisë së madhe që unë kam marrë nga publiku. Do të thënë Egli ka kuptuar rëndësinë e publikut, e ka kuptuar rëndësinë e të qenurit e famshme, e ka kuptuar rëndësinë e të qenurit të artiste dhe tashmë është një formë krejtësisht ndryshe, por edhe shumë fantastike. Unë gjithmonë e kam komentuar atë të drejtën dhe dua të komentoj tashmë një rrugtim i cili ka ndodhur. Egli ditën e mbrëmshme ka bërë një fotografi me valixhe, do me thënë po udhton drejt diku. Ajo në gocat e gra ka dhënë një mini informacion të vogël që do me thënë do të thonë jashtë shtetit dhe do të ketë xhirim jashtë shtetit. Videoklipin e radhës Egli do ta xhiroj jashtë Shqipërisë, nuk do ta xhiroj në Shqipëri, do me thënë do të investon më shumë tek ky klipi. Të njëjtën gjë që bëri dhe gjesti që bëri xhirimin në Austri të këngës Veshu e Nreçu në një nga muzet më të bukura të Austrisë. Kjo gjë do ta bën patjetër që edhe Egli të jetë interesante, të bën një videoklip pak më profesional, të bën një videoklip pak më të investuar dhe besoj që kjo gjëja do të vinë në formën më të mirë të mundshme tek publiku shqiptar. Fansat e Eglit kanë bërë këtë lajmin, do me thënë viral, pasi që Egli këtë foton e ka dërguar tek grupi dhe po tregojnë që Egli po niset drejt këtij rrugtimi. Nuk vonoj shumë që nga momenti ku Egli e tha këtë lajmin në gocat e gra, do me thënë po përgatitet për projektin e saj dhe besojmë që do të jetë një projekt fantastik, edhe pse jam shumë i bindur që do të jetë një këngë që do vazhdon t'i mbetet dashurisë si premtim.